Të dashur mërgjimtar, edhe pse larg fizikisht zemra juaj rreh çdo ditë për Kosovën. E keni dëshmuar në të kaluarën e po e dëshmoni edhe sot. Ju asnjëherë nuk e lat Kosovën vet. Edhe tani atë ka nevojë për ju, për fjalën tuaj, për përkushtimin tuaj, për pjesëmarrjen tuaj. Me 7 qershor ju duam përsëri bashk. E jani në Kosovë, ose e regjistrohuni për të votuar. Afati regjistrimit fillon sot dhe zgjat deri me 17 maj. Për gjatë 5 viteve që isha në presidencë, pjesa më e bukur e angazhimit tim kanë qenë pikërisht takimet me ju, pritjet për ju, diskutimet me ju, festimet e përbashkëta për të arriturat tona të përbashkëta, e ndarja e dhimbjes në momente të rënda. Si një familje që s'ka kush e ndan, sepse ju kur nuk ja kthyet shpinën Kosovës. E mbajtët gjallë në momentet më të rënda, e ringritët atëherë kur ishte e rënuar, e i dhat shpresë atëherë kur duhej më së shumti. Edhe tani do ta bëjmë këtë së bashku. Siç e kam thënë edhe kur vendosa që 28 dhjetori të ishte data e zgjedhjeve të kaluara, sa më afër që e kemi mërgatën në çdo vendim, aq më e fortë do të jetë Kosova. Sepse ne jemi krenar me ju, me të arriturat tuaja, me punën e ndershme, me djerë me mund që e bëni, nëpërmjet së cilës e mbani Kosovën të fortë. Kosovën e kemi të përbashkët, pavarësisht ku jetojmë. Le ta dëshmojmë këtë me veprim. Regjistrohuni, votoni, ndikoni. Ju dua shumë.